Une ju kisha lut gjithve banorëve. Mos t'i braktisin spaku të investojnë në tokat e tyne se ja vlen. Për Marecin u dosh shumë me investu sidomos mas luftës. Sidomos mas luftës tur nuk u investu kur gjo dhe njerëzit iken me menim që nuk do t'investohet kur gjo. Pra i luti gjithë pej qeverisë e të poshtë dhe qeveria lokale këtu e komunës, përse na jemi me komunë Prishtinës, që të investojnë në Marec dhe në gjitha fshatrat, mos t'i shprozum e mos t'i lom për mjerim. Oshtruan i asfalt, ky asfalt është pa dalje deri qytu, pe këtuhit i kemi dikun edhe 4 km, 200 metra me u bashkue me komunën e Kamenicës, që kish bon shumë mirë sepse kish fillu mu gjallnue, se lidhen dy komunat edhe kish fillu mu gjallnu jeta edhe ma shumë. Pe këtuhit kemi punëtor, një punon pastrim, një punon vëziz në komunën këtë firmen gjelbrimi, një punon dikun një mjeksi familjare, diçka më duket është pe këtuhit udhtojnë në mëngjes e binë në Prishtinë, e mojnë punën, edhe kthehen prap këtu. Une ju kisha lut gjithve banorëve, jo veç lagjes teme, jo veç të Marec, po gjitha këtyne fshatrav që babalard, gjyshrit tunë, me mund e me njerës, i mbajten gjallë, mos t'i braktisin spaku të investojnë në tokat e tyne se ja vlen. E ty t'lund goja.